وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Qafirët u betuan në Zotin fort se nëse atyre u vinte ndonjë mrekulli që e kërkojnë do e mos që do t'i besonin asaj, thuaju atyre mrekullit janë vetëm në dorën e Zotit, nëse ai do i krijon ato dhe nëse ai nuk do, nuk i krijon. Vërtet ju nuk mund të dalloni sepse edhe sikur atyre t'u vi mrekullia, ata përsëri nuk do të besojnë. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Gjithashtu ju nuk e dini se ne u arrotullojmë atyre zemrën dhe syt nga shikimi së vërtetës, sepse ata sikurse nuk i besuan mrekullit herën e parë, përsëri nuk i besojnë ato, por ne i lëm në atë harbimin e tyre të çuditshëm. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ne edhe sikur të zbrisnim tek ata me lekët, dhe sikur atyre t'u flisnin edhe të vdekurit, edhe sikur ta mblidhnim çdo gjë grumbuj në sytë e tyre, e dëshmojnë për profecinë tënde, përsëri ata nuk besojnë përveç atyre që doj Zoti, dhe shumica e tyre janë paditur. Shpjegime. Ky ajet ka zbritur kundër atyre banorëve të Mekës që donin të talleshin me Kur'anin dhe me pejgamberin kur thoshin sikur Muhamedit t'i zbrisnin me lekët dhe të dëshmonin për të, ose sikur të ngjalleshin prindërit tanë dhe t'i pyesnim ata, a janë të drejta fjalët e Muhamedit apo jo. Fahri Raziu thotë se ky ajet ka zbritur si përgjigje për ata që thanë ne do t'i besojmë Muhamedit kur ai të shfaqi një mrekulli të dytë. Ajeti i përgënjeshtron thonjet e tyre duke treguar se atyre nuk u bën dobi edhe sikur për ata të vijë mrekullia e dëshiruar prej tyre. Pse? Sepse ata që nuk mjaftohen me një mrekulli nuk mjaftohen edhe me të dytën e me të tretën e kështu me radhë. Fjala qubula do të thotë me një mënyrë të dukshme, por ajo ka edhe kuptimin e dorzanis. Atëherë ajeti përkthehet kështu: sikur të mbledhim të gjithë ata që flasin dhe të dëshmojnë sheshit për profecinë tënde, përsëri ata nuk do të besojnë. Bejzaviu thotë se fraza "Walakin aktharuhum yajhalun" do thotë por shumica e atyre nuk e dinë se do të besojnë, prandaj betohen e thonë se do të besojnë nëse Muhamedi shfaq një mrekulli të dytë, ose por shumica e muslimanëve nuk e dinë se qafirët nuk do të besojnë, prandaj ata e lakmojnë besimin e tyre. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Kështu siç kemi krijuar për ty, kemi krijuar edhe për çdo profet armiq djaj prej njerëzve prej gjindëve, të cilët i flasin njëri tjetrin me fjalë të praruara për t'i gabuar ata që të nxiten armiqësi me profetët, por sikur të donte Zoti ata nuk do ta bënin atë armiqësi, nuk do ta përhapnin atë propagandë, prandaj lëri ata dhe me kufrin që bëjnë shpifjet e tyre. Shpjegime. Ky ajet i madhëruar ka zbritur për të ngushëlluar pejgamberin alayhi selam, të cilit i thotë: ashtu siç të kemi provuar ty me disa armiq, po ashtu kemi krijuar armiq edhe për çdo profet nga djajt e njerëzve e të xhinëve, prandaj mos u hidhëro. Kjo nuk është diçka që po të ndodh vetëm ty, por u ka ndodhur edhe vëllezërve tuaj profetëve të tjerë. Djajt e njerëzve dhe të xhinëve është për kryengritësit dhe ngulmuesit e tyre. Xhinët qafir quhen djaj, ata i ndërsejnë njerëzit e këqij kundër të mirëve, edhe ata njerëz meqense veprojnë si djalli janë quajtur djaj. Pejgamberi qoftë bekuar ka thënë se ata njerëz që veprojnë si djalli dhe që quhen djaj janë më të këqij se vetë djalli, ata janë më të këqij se djalli vet, sepse propaganda e tyre u bën më shumë përshtypje shokëve të vet. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرين وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Djajt e njerëzve e të gjindëve i thanë ato fjalë me qëllim që edhe atyre që se besojnë ahiretin, të priret zemra për armiqësi ndaj profetëve, të jenë të kënaqur prej kësaj armiqësie dhe të bëjnë nga ato faje të liga që s'është për t'i përmendur. Pra, أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Ata që kërkojnë një gjykatës veç Zotit, kur është ai që ka zbritur për ju librin e shpjegueshëm, dhe atyre që ne u kemi dhënë librin, e dinë se ai Kurani është i zbritur me të drejtë nga ana e Zotit tënd, prandaj mos u bëj prej atyre që dyshojnë. Ata që kërkojnë një gjykatës veç Zotit kur është ai që ka zbritur për ju librin e shpjegueshëm. Shpjegime. Ata që kërkojnë një gjykatës veç Zotit kur është ai që ka zbritur për ju librin e shpjegueshëm. Kuptimi. Atë prirem edhe unë në gënjeshtrat e lustruara të djajve dhe të kërkoj veç Zotit një gjykatës tjetër, mirëpo ai është Zoti që ka zbritur për ju Kuranin e shpjegueshëm, i cili dallon të drejtën dhe të gabuarën.
Dhe atyre që ne u kemi dhënë librin, e din sa i Kurani është i zbritur me të drejtë nga ana e Zotit tënd, edhe jehudin të cilëve u kemi zbritur Teuratin, e din shumë mirë se Kurani është i zbritur me të drejtë nga ana e Zotit tënd. Kur pejgamberi ishte në Mekë, jehudinët e pohonin se Kurani është i zbritur nga ana e Zotit dhe thoshin se Muhamedi ishte i dërguar për të thirrur vetëm arabët. Por pasi pejgamberi u vendos në Medinë, jehudinët filluan të ngulnin këmbë në kufër sepse donin të ruanin pozitat e veta. Prandaj mos u bëj prej atyre që dyshojnë, mos dysho që jehudinët nuk e din që Kurani është i zbritur nga ana e Zotit tënd, ata e din që kështu është, por tani nuk e pohojnë prej inatit. O temmet kelimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. U plotsua fjala e Zotit tënd që është Kurani, i cili është kulmi i plotësimit të fjalës së Zotit, sepse që ai është i vërtet në lajme, në premtime dhe në kërcënime dhe është i drejtë në gjykime, në urdhra e në ndalime, s'ka ndonjë që ti ndryshoj fjalët e tij, ai dëgjon fjalët e gjithkujt dhe i di punët e gjithkujt. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se fjala e Zotit në këtë ajet është për Kuranin, sepse Kurani është fjala e vetme e vërtet, e drejtë dhe mrekulli. Plotësimi i Kuranit është që Kurani është i mjaftueshëm për të vërtetuar profecinë e pejgamberit ton dhe për të shkëlqitur çështjet e besimit dhe të punëve, për aq sa kanë nevojë njerëzit deri në ditën e Kiametit. Kurani ka arritur kulmin e plotësimit sepse ai është i vërtet në lajme, në premtime, në kërcënime. Ai ka arritur në atë kulm sepse ai është i drejtë në gjykime, në urdhra e në ndalime dhe në këto nuk ka asnjë padrejtësi. Për sa u përket hamendjeve të kote që bëjnë mohuesit e Kuranit në të, ato dyshime nuk e cënojnë as pak atë, sepse fjalët e Zotit janë të qarta e të qiltra, të pandryshuara dhe kurdoherë mund peshohen pa anësisht, ato kurse si nuk dalin të shtrembëruara.